O Ismet, ma men para 63 vjetëve kur u dredh toka në Shkup. Po vesërvet e mojnë mend shtje 63 vjetë. Ajo konë dita e ejte, a e shtun, jo më konë t'i punsum në qarshi, u konë koha 5-17 minuta në gjumin më të mirë. Kur u trishtumi kom pas 16 vjetë. Edhe kur jo më quë, tha shka u bo, u trishtova, jo nisa me vikatën, të ra ato keremidët e kërpisht, se tepër e gjymsa shpive jonë konë me kërpisë me druna. Po Ismet, edhe unë kujtohet që kur u dredh toka, ishëm fëmijë 9 vjeçar, e shoh po bin keremidet, tullat, për fat të mirë, një mur që e kemi pas, ku kemi filet këtë fëmijë atene, ai muri nuk ra ka na me na zonë fëmijëve, po ra ka ne kujshive në ato, një kish një shprastin, edhe komplet muri ra ka kujshi. A baba u konën pa dalën bostani hemen të pjekën, të erujt bostanin, buj ku konën, e nona edhe me thmit. Une e mora njonën thmi, 3 vjet i ka pas, nona e mor njonën dullum, që ka ati në gjonësinën në rrugë. Kur nonës jonë tek tha, njonën thmi e pas në harru, e me gjithë guximin e vetë, hini mrenda, e ka marrë pak dheve, i kish pas psu, i kish pas vra pak hundën. Unë më threqim që ka unë këtë tërmet, nuk e dishëm që se këm kujtu që kam me pasë, se dhe me mendova luft, tash jenë të më bombardue. E nëna ime, po në nëzirë për shë babën të djera, del bërë të kënës të ime, del ma shpejt, del, se dhe të zonë e shpija, aja i qëtë ka teshat për shpije, dhe ka jo nuk duhet të qësë të jablejë teshat, se ka me zonë shpija dhe dollën ma hallat e që ka thunë në shprastin, edhe hinëm të shpija Abdullaj. Kish o borin e madhë, që atit ma hallat së më ledhën, shkru më teket, shtiru konë shumë. U konën trishtimi malë, jo konë të varfën, minzi i kimi ndres ato shpijet, se na i kimi bo 2 vjetë, tash i kom 7-9 vjetë, atëheri kom pas 16 vjetë, atë trishtim nuk e harroj terit des. E lu Zotin, inshallah kur këta generata 3-ja nuk e shofin atë trishtim. Amin, aga Ismet, Allah i razi i koft.